afati zgjedhjes presidentes e dini atëherë, edhe është presidenti ka dekretuar shpërbërjen e kuvendit, ne I kem pauzuar zgjedhjet e brendshme, tu mendu që shkojmë shpejt. Atëherë ka shkulla ndan gjykatë kushtetuese mos më zgjatë, dini si ka rrjedh procesi, edhe ne I kem vazhduar zgjedhjet e brendshme nëpër deg, në deg, në gjitha strukturat tona, edhe I kem përfunduar fiks 2 javë para datës zgjedhjeve, me 24 maj, para zgjedhjeve të përgjithshme. Po që ka qenë një ngarkesë në atë periudhë, po ne po besojmë që kjo ngarkesë në njëjtën kohë dhe e ka motivuar gjithë strukturën tonë, elektoratin tonë, njerëz tonë nëpër deg, nëpër nëndeg, edhe po besojmë që ka një animim, ka një nxitje të strukturave tona për me punu. Si është prit, prap e vërteta është se unë nuk jam befasi në aleancë. Prej fillimit. Prej themelimit, po. Gjitha strukturat njohin, kandidaturën e kom shpall ma herët, do të ka qenë njohur kjo punë, edhe ajo që normal që një pjesë të punës për me mri deri te ky homogenitet në strukturat tona e ka kryer edhe vetë kryetari Haradinaj, po edhe unë e kom kryer pjesën time, po edhe gjitha strukturat kanë qenë të përgatitura për diçka tillë, edhe sot jemi, po besoj, në një momentum tepër të mirë, të jashtëzakonshëm. Me atë se kam parë edhe Haradinaj shumë të angazhuar në komunikimin me struktura, në funksionalizimin e degëve e mëtutje. Pas një dilemë. Po, ajo çfarë ka bërë buj është ajo intervista e mëhershme që e kishim këtu në studion e Politikos me juve, zoti Gjini, kur shpalosët synimin, thatë janë male për t'i kapërcy